Se vini në War Report, do t'jeni me mua Sali Doçin, si çdo mbrëmje në ekranin e ABC News për të njohur më gjërësisht me zhvillimet gjeopolitike kryesore të ditës, por gjithashtu edhe trejat më të fundit nga konfliktet më të nxehta globale. Bisedimet dy ditore mes Ukrainës dhe Rusisë në Abu Dhabi duket se i kanë shërbyer më shumë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pasi ditën e sotme u njoftua nga Komanda Ushtarake e NATO-s në Europë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia kanë rënë dakord që të rinisin dialogun e nivelit të lartë ushtarak mes tyre për të komentuar dhe për dhënë detaje, informacione, por gjithashtu edhe për të shkëmbyer të dhëna mes këtyre palëve sa i përket të gjitha lëvizjeve ushtarake që do të bëjnë dhe sigurisht që do të jenë në një linjë për të treguar kështu edhe aleatëve e thënë në këtë mënyrë veprimet e tyre ushtarake që do të vinë. Ishte pikërisht zbulimi që ndodhi nga Komanda Qendrore e NATO-s në Europë, e cila deklaroi se ka një dakordsi të tillë mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë, një dakordsi e cila duhet thënë se vjen në një moment të rëndësishëm, pasi këtë të njëjtën skadoi edhe traktati bërthamor START, traktati i vetëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë, dhe me skadimin e tij bota mbetet kështu pa një traktat bërthamor për herë të parë në gati gjysmë shekulli.